Dy persona në fot janë Reham Bela dhe Hakib Bela. Njëri i lindur në vitin 2007, i cili sot i ka mbushur 18 vjet dhe tjetri në vitin 1999. Të dy këta persona janë 2 nga 7 arrestuarit në mëngjesin e sotëm në aksionin e madh të policisë e cila bllokoi gjithë komunën e Kaçanikut. 7 arrestuarit deri më tani çka dihet ajo prej policisë është se janë të dyshuar për planifikimin e vrasjes së rreshterit Muhamet Lika, rreshteri i policisë së Kosovës i cili u vra në Kaçanik me 1 prill. Vrasja e rreshterit të policisë Muhamet Lika po dyshohet deri më tani çka dihet prej policisë dhe dyshimeve të para që policia dhe prokuroria i ka konfirmuar, ka ndodhur për shkak të punës së tij, i cili ka qenë duke hetu 2 raste të mëhershme që dyshohet se kanë ndodhur nga grupe ekstremiste në Kaçanik, shpërndarja e pamfleteve ekstremiste, gjithashtu edhe djegja e gjykatës në Kaçanik. Për me i pas gjitha informacionet zyrtare dhe asaj që kanë konfirmu prokuroria dhe policia deri më tash, drejtori i policisë Gazmend Hoxha dhe kryeprokurori i prokurorisë në Kaçanik sot kanë bërë konferencë për media, të cilën mundeni me ndjek në Nacionali Videos në Facebook ose YouTube.